Në Këlcyr, Liliana Allamani është një nga ato artizane që arrin të ndërthur me finesë traditën me modernën përmes punimeve të saj me dorë. E lidhur me këtë zanat që në fëmijëri, ajo tregon se pasionin për punën e dorës e ka trashëguar nga nëna dhe ka zhvilluar gjatë viteve, duke kthyer një pjesë të pandarë të jetës së saj. Fillesën time unë e kam marrë në nëna ime. Duke parë që ajo punonte shumë bukur punët me shtiza dhe me grep, unë si fëmijë i përkëdhelur, të themi, i rria shumë pas dhe kisha shumë dëshirë që t'i mësoja këto punime. Dhe kjo ishte dëshira ime më e madhe. Në moshën 18 vjeç jam fejuar dhe të gjitha vajzat e reja në atë kohë kërkonin diçka bizhu ose këto, unë ti më shoj që i kam kërkuar makinën qepse dhe të gjitha këto aksesor që unë sot po i punoj. Jo të gjitha e njohin punën e dorës dhe e punojnë punën e dorës, janë shumë pak, po është kënaqësi e veçantë. Unë do flas për veten time që kënaqësia më e madhe kur unë pasi mbaroj punët dhe ulem, pi kafen, e shoqëroj duke bërë qëndisjet e mia. Këto janë të shumëllojshme. Unë këtë çantë them drejtën e kam realizuar për 4 ditë. Mbas diteve, duke ndenjë mbas diteve, pija dhe kafen, beja dhe këtë çantë. Punimet e saj kërkojnë kohë dhe përkushtim dhe vlerësohen veçanërisht nga të huajt, të cilët admirojnë mjeshtërinë dhe origjinalitetin e tyre. Kanë interes shumë të lartë, sidomos të huajt. Shumë pak e njohin punën e dorës dhe cilësinë e punëve tona vendallinjt, ose ne shqiptarët më saktë. Janë të etur për të blerë gjërat e firmës, po jo punën e dorës. Shumica e njerëzve që kanë kërkuar, porosit që kam më të shumta janë punët që ishin në fillim me ruaza, janë akoma në vazhdim kërkesat, janë të shumëllojshme punimet, pastaj janë kërkesat e punës me grep, që bëhet vetëm thjesht punim grepi, pa as rjet, as diçka tjetër. Ky është i punuar thjesht punim me grep. Duke parë që dilin shumë bukur, thash pse jo, puna ime mos të marri pak më tutje, të vlerësohet diku më tutje, kush e vlerëson. Dhe duke nisur që bëra këto lloj punimesh, jam shumë e vlerësuar deri më sot për punimet e mia. Me përkushtim dhe dashuri për zanatin e saj, ajo vazhdon të mbajë gjallë një traditë të çmuar, duke kthyer artizanatin në një urë lidhëse mes së shkuarës dhe së tashmes.